Mirdita, përshëndetje. Sot do të përgatis petula. Për të përgatitur petula na nevojiten 400 gram kos, 3 vezë, një tharm i bukës i freskët, 2 lugë të kafes kryp, 1 lugë të kafes sheqer dhe gjys gote të çajit vaj. Pra, fillojmë me përgatitjen. Së pari në një enë tjetër, tharmin e bukës e grimcoj në copa të vogla, 100 ml ujë të vakët, sheqerin, përziej më mirë, e mbulojmë dhe e presim në temperaturë të dhomës për të ardhur. Pas 20 minutave, tharmi ka ardhur. Në një enë tjetër më të madhe, do të përziej vezët, kosin dhe vajin. Ja qesim edhe tharmin, njëjtë përziej. Tash ja qesim edhe mielin. Mielin sipas nevojës. Kripën. Dhe të gjitha këto do t'i përzijim. Do ta qes në tavolinë për ta punuar. Me rëndësi është që brumi të jetë i butë. Pas një kohë punimi, brumi është gati, do me thënë duhet të jetë brumi i butë. Do ta kthej prap në enë dhe do ta la 1 orë e gjys që të trefishohet në temperaturë të dhomës. Pas 1 orë e gjyse, brumi është trefishuar. Do ta qes në tavolinë. Dhe me shkopin për të holluar, do ta hapim brumin. Duke e hapur brumin, qesim edhe pak miell që të mos ngjitet në pjesën e poshtme dhe në pjesën e sipërme. Brumi duhet të jetë sa gjysma i gishtit i trash. Do me thënë nuk duhet të jetë shumë i hollë, nuk duhet të jetë shumë i trash. Që tash filloj t'i prej. Ja pra si që shifni, në këtë trashësi është. Dhe shumë me rëndësi është që para se ti fërgjojmë në vaj, duhet të shpohen me pirun. Vaji ma është gati, do të filloj me fërgimin.
ja prașicues, këto janë petullat që i kam përgatitur sot, kështu duken, të mira, të buta, të shijshme. Shpresoj që ju kanë pëlqyer. Faleminderit për shikimin. Mirupafshim.